në vitit kaluar, me gjasë do të kemi edhe këtë vit. Por çfarë mund të them është se ne ndoshta zgjedhjet janë të pashmangshme, por faturën do ta paguajnë qytetarët e Kosovës. Nuk e paragjykon vendimin përfundimtar. Është që i let lirë, ndoshta ma komod gjyqtarët e kushtetuesës në vendosin se në favor të kujt vendosin. Edhe nëse gjykata kushtetuese vendos që kuvendit të vazhdoj procedurën, ne në fakt jemi në ditën e 59, kur ne duhet me patjetër datën e caktuar të zgjedhim presidentin, për ndryshe prapë do të kemi zgjedhje. Kjo është. Nëse janë të 10 vota. Veç desha të plotësoj diçka, kolegu kur e tha se kemi 2 deklarata, unë mendoj që e kishte shumë më të drejtë dhe ta plotësoj me datën e 25/12, juristi ose i gjithë dijshmi Hekuran Murati del dhe thot në misionin e KTV-s, pra se në qoftë se nuk kemi president deri me datën 5 mars, thot do të shkojmë në zgjedhje. Pastaj shefi i tij Albin Kurti me datën 4 janar të këtij vitit thot se në qoftë se nuk kemi deri me 4, kjo edhe një ditë e shpejto më herët, mars, thot sërish do të kemi zgjedhje. Tash çfarë ndodhi? Pra, kemi një parti që bën problemi, po flas në analizë politike. Një parti, dorën zemër nuk është fajtor, këtu jam dakord me kolegun se tha dorët një njeriu. Për mua këto probleme nuk i krijon Albin Kurti. Albin Kurti është një punë kryes. Këto probleme krijohen sepse kjo qasje sovjetike, pra janë shërbime të caktuara që për dyshimin tim ndoshta edhe jashtë Kosovës, dhe Albin Kurti është një vegël që i kryen këto punë. Thjesht pengohet Kosova për të zhvilluar. Vegël e shërbimeve të jashtme. Unë kam dilema substanciale në këtë, sepse fitoj 50... Thuj fakte, një fakt, thuj se ai mund të... Ma lejo faktit, ti fitosh 51%. Mbi, dhe ta qosh vendin zgjedhje, me kash letësi, me këtë lojk, së fakt kë, 51%? Edhe në shkort 42%. Cili argument... Brenda vitit e voton mbi 42%. Cili argument ty të dërgon se Albini mund t'jetë nga Serbia se nga Rusia? Tash nuk e thash ato i thua ti nga Serbia, se thash unë thash shërbime të jashtme, në cilat. Moment që thua nga Rusia, ti po thua dhe nga Serbia. Jo, unë thash asnjëra, ato e the ti. Sovjetike. Qasje sovjetike për secilin që një... Atë e kitë garantume me nene 40 kushtetutës të shërbimet armikët Kosovës. Jo, unë spekuloj. Ma leo tash të arsytoj. Qasja sovjetike o kur një segment parapolitik e i bën gjithçka. A ka Kosova segment parapolitik? Po, more se nuk është fshet, është Dejona Mihali dhe është provë, sepse është në gjykat, ti urime pa u hap konkursi. Dejona Mihali jo Gogol. Ajo është një lloj shiku i vetvendosis. Është segment parapolitik, për çdo gjë kontrollohet me trillime duke i bë njerëzit gogol se mund të jenë brenda një subjekti politik. Ajo është vetëm një koordinatore brenda lëvizjes vetvendosjes, siç i kanë koordinator të gjitha subjektet politike. Edhe që vendos për shtrëtimin e energjisë elektrike. Edhe për tenderat në kek, apo? A i ke po WhatsApp komunikimet, a si ke po? Po ne kemi pas... O zotri, kjo është përbuzje, veç pak, problem, veç disa, unë e thash, të gjitha partitë politike nuk kanë pas probleme këtë kushtetutë. Kena zgjedh president.